përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Sot në këtë tryez diskutimi do të flasim për librin dhe ku ka më bukur se sa nëntorin t'ja dedikojmë librave që flasin për historinë tonë, që flasin të njëjtën gjuhë me të cilën u krijua Çamiko dhe për të cilën do duhet mos heshtim. Kam kënaqësinë që të kem në këtë tryez diskutimi një çift që unë ndoshta e kam njohur që në moshën 5 vjeçare, me shumë kënaqësi prisja panajirët e librave. Kam pasur 2 gëzime në atë periudhë, ka qenë një panajir ushqimi, shumë i mirë në Pallatin e Kongreseve, që bëhej zakonisht për vitin e ri, dhe nga ana tjetër panajirin e librit në Tiranë. Të dyja ngjarje që zhvilloheshin në Pallatin e Kongreseve. Dhe nuk mund të lidh asnjë panajir pa imazhin e Çamërisë dhe pa imazhin tuaj, në kuptimin që gjithmonë ju kam gjetur aty, unë jam rritur aty. Sot mund të jem media menaxher e panajirit të librit, po e para gjë që më shkoi ndërmend ishte që Çamiko nëntorin duhet ta nis me ju. Me stendën ikonike edhe me ato që më ka afruar gjithmonë me Çamërin kur vija në panajirin e librit, edhe që ishte një lloj krenarie për mua. Ju falenderoj për këtë intervistë, mirë se erdhët në këtë tryez diskutimi dhe ju falenderoj për gjithë kontributin që keni dhënë. Po si ka qenë jeta juaj Arben Kondi, po njëkohësisht bashkë me si mund ta përshkruaj gjithçka që qëndron me ju dhe për krah jush në këtë rrugtim me librin dhe për Çamërinë. Timi pa bashkëshortin time, pa Mirinën, do të ishte i paplot. Se thuaç ne jemi së bashku, që në panajirën e parë të librit në Tiranë, në Prishtinë, në Ulqin, në Tetov, Shkup, në mbar hapësirën etnike shqiptare. Dhe vërtet, ku del shpirti, del atje ku ke rënjët ke Çamëria. Ne jemi të dy Çam, dhe për këtë arsye, domethënë që kur ke qenë fëmijë që është kënaqësi ky rrëfim që bëre, ne kemi qenë në këto panajiret e parë të librit me Çamërinë. Sepse Çamëria është shpirti jon dhe është ajo plaga që rrjedh gjak, që pikon gjak, ai trëndafili antik që pikon gjak edhe sot e kësaj dite dhe që si mund të harrohet. Dhe që ne i kemi vënë shpirtin. Tokë me ti me shoqe Mirela. Ne kemi shëtitur në mbar hapësirën etnike shqiptare. Ne kemi nisur që nga Kumanova dhe deri poshtë në Prevez fatkeqësisht, domethënë ne nuk kemi bërë panajirin libri, por shëtitjet që kemi bërë me librin na kanë dhënë dhe satisfaksion. Ne në vetvete e kemi krijuar Shqipërinë etnike. Vajtjet tona ne kemi pasur nga Kumanova, në Kostivar, në Podujer, në Shtime. Ne kemi shëtitur gjithë Kosovën, kemi shëtitur atë Iliritën, se s'më pëlqen të them Maqedoninë, Veriut. Ne kemi shëtitur në Mal të Zi. Tashmë ishim në Tuzë, Ulqinin po. Domethënë na ka dhënë gjithmonë kënaqësi se na kanë dashur shumë lexuesit. Ajo dëshirë që e leximit të librave nga lexuesit na ka dhënë forcë. Asnjëherë nuk është punë e lehtë, sepse ne kemi mbajtur vetë librin, jo vetëm e kemi shpërndar librin, por edhe kemi qëndruar, mund të them edhe me orë në kufi, sepse ne kemi qenë penguar në Mal të Zi, apo në Ilirit, jemi penguar në Maqedoni nga Maqedona, se nga ato doganierë, por megjithatë kjo na ka falur kënaqësi, ka qenë lexuesi, dëshira e lexuesit për librin ka qenë mjaft e madhe. Një pasuri që ndoshta nuk është financiare edhe në ato letrat, por shumë shpirtërore, besoj keni bërë miq nga do në këtë hapësirën bashkëshqiptare, edhe pa diskutim një kënaqësi shumë e madhe, një pasuri më e madhe kur bën bilancet e jetës. Sigurisht, kur bërëm dasmë me djalit, neve patëm miq nga mbar hapësira, dhe kjo na dha më shumë kënaqësi, sepse shikonim ata që tek ne shikonin Çamërinë. Domethënë, tek ky çift që shkonte dhe hapte atë stendën e Çamërisë, ata vinin me lot. Ne kemi parë lot në sytë të tyre, po jo vetëm në Kosovë. Kjo ka ndodhur edhe në Ilirit, kjo ka ndodhur edhe në Malësi. Bën nisur nga përdorimi i fjalës Ilirit. Pra imagjino sa e kujdesshme është në këtë intervistë
mund të quajmë editore, redaktore, menaxhere, Mirelën, çfarë është për ty në raport me librin dhe sa të ndihmon të shkruash çdo ditë? Është gjithçka. Është gjithçka që përmendet ju. E para më dha emocion nga çka tha pak më parë. Vërtet ne kemi jetuar si shqiptar të Shqipërisë etnike. Mirela është redaktore ime. Nuk mund ta zëvendësoj askush. Është korrektorja ime. Është ajo që ka vuajtur me mua në pikat doganore të qaftanës, që e kemi gdhirë, si dhe shumë botues tjerë, e kemi gdhirë në të ftohtë, po kështu në Muriqan që na i kanë hedhur librat poshtë. Natyrisht në Çamrin e kemi bërë vizita. Nuk mund të kemi çuar tek tub dhe libra. Kupton, po në kuptim shumë të fshehtë. Po, ose dhe na i kanë marrë libra të botuar edhe në anglisht për Çamrin, na i kanë marrë për panajire. Dhe domethënë pa Mirelën unë do isha, pa ti më shoh që unë do isha i paplot në mënyrë absolute. Në çdo drejtime, përsëris prapë me kënaqësi në kuptimin e redaktimit. Nëse Mirela mbaroj unë një paragraf të një romani të ri, nëse Mirela shef diçka që nuk shon, unë do ta korrigjoj patjetër. Libri, shpirti që i kemi dhënë Çamrisë, na ka mësuar me vështirësi, me këtë luftë, me këtë vuajtje mbijetesën. E kuptojnë fëmijët tuaj? Librit, mbesat, gjithë të dashuri edhe për kushtim që keni ju ndaj Çamrisë, pa diskutim edhe mund të ftohet ndjesia në një pikë të caktuar të moshës, po në fund të gjithë kthehemi te rënjët. Po, shiko, e the saktë pra. Unë të sill një shembull. Ne kemi hyrë për herë të parë në Çamri si vizitor në vitin 2000. Fill mbas panelit të parë të librit që u mbajt në nëndorë të 99-s në Prishtinë, ku kishim librin e parë kushtoru Çekës, krimi i fund shekullit. Dhe atëre djalin e kishim 2-13 vjeç. E kishim me vete. Kështu që djali jon, Arbri, e përjeton. Jeton me Çamrin. Po nuk mund të them gjë për një për besat se janë të vegjël. Janë të vegjël. Për të ushqyer atë dashurinë për Çamrin, vajza mbesa, domethënë unë jam çame. Domethënë ja kemi rrënjosur atë dhe ato e hapin ato revistat me dëshirën që unë jam shqiptar, unë jam çame, kështu që me siguri pëlqejnë shumë gatimet. Gatimet e gjyshes. Mirela është specialiste, domethënë shiko, ka një meri të veçantë sepse është Guzhina Çami. Libri Guzhina Çami është një libër i shkëlqyer, që është i ribotuar disa herë. Ka një paraqitje tepër luksoze dhe mbi të gjitha është marrë si thosh ajo majaja, ai thelbi i gjithë nënave, i gjithë gjysheve të Çamrisë, duke nisur që nga baklavaja që është 150 dhe që thuaj Mirela, dhe që provohesh me tradita çame e veçantë është që në provën e baklavas do ishte edhe shumë e lartë. Ishte kulluar, siç themi ne, mirë dhe ajo provoi me qytën e pushkës. Sa do të futej qyta e pushkës, domethënë sa kishte. Kjo është e veçanta e baklavas dhe unë kam thënë këtë edhe në librin e Guzhinës. Nëse shkon tek arbreshët, gjeje llapsanja, për shembull, që neve gjyshja ime i bën të shpesh, po që me kalimin e viteve ne i përdorim pak më radhë. Nga ana tjetër, klumështori që ne bëjmë ndryshe dhe si thua kryeqyteti apo Tirana e bën ndryshe. Skënder Beqiri më tregoi që ka pasur një far kulaçi që bëj me djathë edhe që mua më erdhi shumë keq, në të vërtetë që nuk e kisha provuar asnjëherë. Ne kemi dhënë mësim në zonën Arbreshe. Në Santa Sofia de Piero kemi jetuar disa. Kemi të përbashkëta? Po, dhe kemi shumë të ata janë. Dhe lapsanat që kështu, që përmendet ju pak më parë, janë pikërisht siç i bëjmë ne. Mirela nuk ka vetëm Guzhinën, nuk është një Guzhinë njëre e rrallë. Mirela ka një libër tjetër të shkëlqyer, figurat shqora të Çamrisë. Që është, domethënë atje janë gati 100 figura. Është një lloj enciklopedie. Pikërisht, dhe afërsisht 30 për tyre janë figura të panjohura se pak të njohura. Është një libër që për disa vitesh vazhdon të tërhiqet, vazhdon të kërkohet. Plus është mbledhësia dhe përpunusja e folklorit e gurës popullore çame. 1-2 të babait tim, të Selikonit, që Mirela i solli në jetë.
i mblodhi, i ruajti që kur i babai i kishte punuar, edhe ne i botuam pastaj. Kështu që janë ato poezitë një është e fokusuar në poezinë çame. Kura popullore 2 është e fokusuar më shumë në proverbat, në urta, po. Dhe ka dhe atë një fjalor të Thesprotistës, që janë libra që janë pëlqyer dhe që i shtohen asaj serisë së librave të folklorit çame. Kanë vënë një gur. Sa e rëndësishme është të dëgjosh të parët teksa komunikojnë atë që kanë trashëguar ose atë që kanë marrë me vete, pavarësisht atyre që lanë pas. Që unë e kuptoj tani që keni pasur një marrëdhënie të shkëlqyer si me maman e Arbenit edhe me babain. Juve vetë në familje, si jeni rritur, në kuptimin si vinte çamëria përmes këtyre elementëve, dhe a ke qenë vërtet e ndërgjegjshme që në rini apo bashkimi me Benin ju ka bërë që të fokusoheni edhe t'jeni një në këtë mision? Babai im është nga Borëva. Dhe ai është qytetar nder i Konispolit. Babai im më ka ngulitur dashurinë për çamërinë. Dashuria për çamërinë më bën më e fortë kur u lidha me Benin biles. Ishte një plus që Beni ishte çam, se ne u dashuruam vetë, dhe ishte një plus që, domethënë, në familjen e Benit pastaj jeta një, sepse ishin ato zakone, ato doke që përdoreshim tek ne. Ke marrë më të mirat, pa diskutim. Por Mirela ishte e tërësishme çam, sepse e tha mirë, babai i saj ka qenë vërtet njëri i nderuar. Mifit Balanin e kujtojnë me respekt edhe sot e kësaj dite studentët. Mbar krahina e paktit çamërisë që i ka mbetur me fshatrët përreth Konispolit. I ka ndërmuar si pedagog që ka qenë i student e lartë bujësor. Kjo mbetet domethënë një njeri që kujtohet me respekt, nuk bëhet fjalë kështu. E vështirë të kontribuoje para viteve 90 për çamërinë. Pra nuk ishte shtëpi botuese private, nuk ishte si thua hapësira mjaftueshëm. Në vitet 70 ose 60 ndoshta edhe me shumë frikë njerëzit mund ta thonin brenda shtëpisë së tyre që jam çama, apo të këndonin me zë të lartë, të kërcenin, nuk e di, Osman Takën, Tuman Kuqen e gjitha me radhë. Ju në vitet 80 keni punuar si gazetar, mund të them publicist, gazetar në atë periudhë. Cili ka qenë momenti kur ke thënë okay, do bëj librin e parë për çamërinë edhe do ta botoj vetë edhe e dua këtë gjë, se boll kam ndenjur heshtur ose pas zë, le ta dëgjoj gjithë bota këtë historinë time. Faleminderit. Shiko, prap më bën një gëzim të këndshëm. Shiko, unë kam shkruar poezi. Prandaj jam unë këtu. Patjetër. Tham, ju jeni gazetare me eksperiencë. Ta përmenda para se të fillonim bisedën që ke bërë një intervistë bukur të parueshme me Kadaren. Faleminderit. Në mbyllje të jetës tij. Libri i parë, duhet të them që unë kam shkruar disa poezi në rinin time dhe që janë botuar në gazetën Drita, tek Tuk, për çamërinë. Kjo është. Pastaj mos harrojmë që kishte një traditë modeste por të fuqishme. A mund të harrohet rënkimet e çamërisë të Fatos Menorapet, me parathënie të Ismail Kadares, që është botuar në fillim të viteve 80. Ishte një kryevepër, ishte një pasuri e madhe. Mbetet ende një nga një kryevepër e pavdekshme dhe për mua një ndër librat më të shquar për sa i takon folklorit shqiptar. Jo thjesht çam. Mbar folklorit shqiptar është një kryevepër. Kështu që kurse librin e parë Rikthimi në çamëri është botuar në vitin 2000. Film pas panirit parë të librit në Kosovë, në nëndorët në thënëndës që s'kishe 3-4 muaj që kishte hyrë NATO, që kishte përfunduar lufta. Ne shkuam me këtë, pra me Krimën e Fundshevullit, që është libri i parë kushtoru ÇK si krenari kombëtare për ne shqiptarët. Dhe pas kësaj ne bëm një vizitë në Greqi tek njerëzit e Mirelës, tek Daja e Mirelës. Bëm një vizitë dhe kthimi ishte nëpërmjet çamërisë. E kishim merak që duhet të shkonim patjetër në çamëri. Aty është
i tërë përshkrimi që unë kam shkruar të rikthimin Çamri, që është ribotuar mbi 20 herë, që është i përkthyer edhe në anglisht, që është shitur në mira kopja. Domethënë atje është libri i parë për Çamri. Kurse pastaj vazhdon krijimtaria për Çamrin, por kemi Zervën, këtë kriminal, këtë si vëllat të Miloševićit, që dihet kreu në 44-45 kreu genocidin në Çamri, duke vënë figura përballë figura të shquara të nacionalizmit çam, siç ishte Masardino, siç ishte Nuridino, siç ishte Spiro Çalluka, ky avokat i shkëlqyer para mi thotë që u bë copa nga zervistët, sa do që ishte çam ortodoks, që në 1917-ën kur hyn forcat italiane gjatë luftës së parë botërore, kur hyn forcat italiane në Çamri, ai ngriti flamurin në para me tij, që në 1917. E kështu vazhdoi pastaj me Marko Boçarin. Kemi parasysh që libri i Marko Boçarit po ashtu ka një orë shumë ribotime, kupton? Dhe rithekson këtë që ne çamët dhe sepse kur flet për Marko Boçarin do flasësh për Sulin. Suli është zemra e Çamërisë, është malësia e Çamërisë, Suli. Dhe ne në këtë libër, domethënë japim atë që shqiptarët kanë kontribuar, jo thjesht arvanitasit, po çamrit ortodoks dhe musliman, bashkë me arvanitasit kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në revolucionin grek. Kush ishin udhëheqësit kryesor? Ishte Marko Boçari, ishte Xhavela, ishte Odisea Andruci, ishte Karaiskaqi. Kështu që nuk mund të mohohet. Sado që domethënë historiografia greke e mohon këtë, por kjo është një vërtet që ne shqiptarët aq më shumë ne çamët nuk mund ta lëmë në heshtje kurrë. Pa diskutim. Pastaj kemi edhe libra të tjerë që i takojnë Mesjetës. Ju me siguri dini për shembull se janë botuar në 10 romanet në atë kompletin special për Çamrin, botuar vjet me rastin e 80 vjetorit. Kemi Gjinbo e Shpatën, këtë kryeprincë të shkëlqyer të Mesjetës së viteve 1360, 70, 80 deri në fund të viteve 90 që ndroi jetë dhe ku evidentohet domethënë ajo lufta e jashtëzakonshme që bën çamët me kryeprincin e tyre, me qendërartën, Arta ishte kryeqendra e Gjinbo Shpatës, kundër jo vetëm kundër hordhimeve të para osmane, jo kundër dyndjeve të para osmane, por edhe kundër, domethënë shtetjes që u hipin osmanëve minoriteti grek në Epir, por pastaj edhe kundër serbëve, sepse në shekullin 14 në Çamrinë e Epir, serbët ishin shtrirë, kishin Janinën, dhe ishte pikërisht Gjinbo e Shpatës që luftuan serbët për të marrë Janinën. Dini në 99 kur ndroi jetë në mënyrë të natyrshme Gjinbo e Shpatës, domethënë luftoi kundër atij nipit Stefan Dushanit, këtij Poma për Lubovicit, i cili siç thot Konica, ishte aq kriminal. Ja kalon edhe këtij Miloševićit sotshëm, sa që i nxirrte syt, thoshte Konica, në shkrimet e tij i nxirrte syt shqiptarëve çam në Janinë e përreth dhe ja çonte Gjinbo Shpatës në shport si dhurat. Domethënë këto. Plus pastaj ndër tjera është edhe Dionisi Paramithis. Kupton, Dionisi Paramithis është një figurë që pak është prekur nga historiografia shqiptare. E ka prek ndonjë punë çufje ose ndonjë tjetër, kështu po shumë pak. Dhe është një figurë që i takon fundit të shekullit 17 e fillimit të shekullit 18. Në fillimin të shekullit 17, fundi i shekullit 16, fillimit të shekullit 17, në 1601 si kryepeshkop i Thesalisë, në 1601, Dionisi ngren gjithë për Epirin, kryepeshkop i Thesalisë, ngren gjithë Epirin dhe dështon në një kryengritje, kurse mbasi del në Europë, mbasi shkon me takime me papën në Vatikan, mbasi shkon edhe deri në Madrid. Spanja ka qenë një fuqi e madhe në fillimet e shekullit 17, kërkon ndihmë tek mbreti i Spanjës dhe kthehet dhe ngren gjithë Epirin dhe arrin të marrë Janinën. Pak është thënë,
Edhe ky është ajo figura e madhe që e lartëson historiografia greke me atë nofkën Dionis filozofi. Kupton, ngren gjithë e pirin, gjithë çamrin, merr janinën dhe pak gjë është thënë për të. Dëbimi është i fundit libër, vepër me cilën vjen. Dëbimi ka ka figurë qendrore, ka Mithat Frashi. Në vitet 1923-26, Mithat Frashi ka qenë ministër fuqiplot i Shqipërisë në Athinë. Dhe ka bërë një luftë jashtëzakonshme deri në OKB, në atë OKB në ateshme që ishte në Gjenevë të Zvicrës. Ka bërë një luftë politike për të frenuar dëbimin e shqiptarëve. Jo vetëm shqiptarëve të Çamërisë, por edhe të Kosovës, edhe të Fllorinës, edhe të Kosturit. Se ashtu është pas konferencës Lozanës në janarin e 23-shit, domethënë që përcakton domethënë atë marrëveshjen pas luftës greko-turke. Dhe dhimbja në këtë tërësi të Ballkanit ishte që Greqia, duke i konsideruar Çamrit musliman si turq, me hile i përzente në Anadol. Po, dhe nuk e quante dëbim, po shkëmbim. Po shkëmbim popullsive, po kjo është domethënë prandaj thash është një hile, një marifet. Dhe është pikërisht Mithat Frashi që mbas një lufte të madhe, thash edhe deri në Gjenezë, dhe mbas në fund fare, në dhjetor të 1925-s, pas një mirëkuptimi shumë domethënës me Teodor Pangallosin, ish kryeministrin dhe ish presidentin Arvanitas të Greqisë, arrin të frenoj dëbimin e shqiptarëve. Dhe kjo periudhë është ndër periudhat më të shkëlqyera me figurë kryesore të politikës greke, Arvanitasin Teodor Pangallos, është momenti më i shkëlqyer në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Që për fat keq sot kur na dalin figura si Fredi Beleri, si ai Bollano, domethënë e kanë cënuar dhe nuk afrohen atë mirëkuptim të ndërsjellët të kësaj periudhe, të viteve kur Pangallos ishte kryeminist dhe president, që i afronte, i quante vëllezër, me atë gjuhën e tij të pastër shqipe, i quante vëllezër shqiptarë, dhe duhet kemi, thoshte, me Shqipërinë duhet kemi mikun tonë më të afërt. Aq më shumë kur ke parasysh në atë periudhë kohë edhe vetë Greqia kishte probleme qoftë me Turqinë, por edhe me Bullgarinë, ishte gati në luftë me Bullgarinë. Besoj që është kapitulli më i rëndësishëm edhe për diplomacinë shqiptare dhe për politikën shqiptare në raport me fqinjen. Nuk jemi më kaq të guximshëm? Sot jo. Sot unë mendoj jo. Dgjoj. Që them diçka të bukur, të paditur ose nuk e di, pa kush e di. A e dini që sot ministra e jashtme e Shqipërisë është Çame? Po jo them unë, Spiropali nga nëna është Çame. Është Çame. Dhe unë shpresoj se është vajzë zgjuar. Unë shpresoj që në kontaktet më të para me këtë pozicion të ri shtetëror që ka, ta ngrej fuqishëm çështjen Çame në marrëdhënie me shtetin grek. Ne si Çam, të gjithë edhe ju, nuk kërkojmë ndryshim kufish, po kërkojmë, është normale, të rikthehemi në vatrën tonë, të rikthehemi në trojet tona. Të rikthehemi, pse është e drejta, është e drejtë normale. Ç'bëhet sot me serbët në Kosovë? Punohet shumë edhe nga komuniteti evropian që të rikthehen ata pak serb që u larguan, të rikthehen. Është normal. Atëherë pse mos ta kemi ne të drejtën që të kthehemi në Çamri, në Çamrit? Por të mos harruar pastaj ata vëllezërit tan, Çamrit ortodoks që jetojnë sot që nga Filati edhe deri në Prevez, të gjithë Çamrit ortodoks jeni të bindur flasin shqip, si unë dhe si ti. Por që për fat keq, ndryshe nga që ndodh me Shqipërinë, me minoritetin në jug, me minoritetin grek në jug të Shqipërisë, kanë të gjithë të drejtat, kanë arsimimin në gjuhën e tyre, kanë mediat, kanë shtypin. Kurse që ndodh me vëllezërit tanë një gjagut një gjuhë në Çamri, nga Filati deri në Prevez, nuk kanë të drejtë në arsimimit, nuk kanë të drejtë në shkollimit, së bëhet fjalë të kenë gazetat, të kenë mjete informimi si radio apo televizor. Dhe vetë se brenda familjes, brenda fisit e flasin gjuhën shqipe. Në ambientet shtetërore jo, sepse është si çekiç pneumatik shteti grek, i shtyp pa mëshirë, edhe ata kanë frikë. Ndërkohë ne japim shumë të drejta
minoritetit këtu, ndoshta të drejtat më të përparua në tërë komunitetin evropian. Dhe është detyrim i domosdoshëm i shtetit ton, i qeverisë shqiptare, qofshin ato që kanë qenë përpara, qofshin dhe këto që janë sot, ta ngrejnë fuqishëm, ta shtrojnë në relacionin të ndërsjellshëm me shtetin grek. Po, edhe të shtrohet me një gjuhë diplomatike pa diskutim, mos harrojmë që në asnjë dokument nuk është kërkuar ndonjëherë ndryshim kufish apo marrëdhënie të acaruara mes dy shteteve. Ajo që kanë thënë të gjithë të ftuarit e mi në këtë studio dhe besoj që është mendimi i të gjithë çamve, është vetëm një fshinjësi e mirë. Jo ndryshimi kufive, po të paktën një marrëdhënie të bukur siç e kanë shqiptarët e Italisë, arbëreshët andej kufirit andej detit, që flasin shumë bukur. Ne ishim në horën e arbëreshëve dhe nuk ka kënaqësi më të bukur se sa të dëgjosh një shqipe që ruhet për 600 vjetësh. Të drejtë që nuk e kanë shqiptarët arvanitasit në Greqi. Bukur e the, shumë bukur e bëre pra realizimin. Që ndodh me arbëreshët e Italisë dhe që ndodh me arvanitasit. Por fat keq, unë me që ju e prekët. Kemi dy fotografi të ndryshme, ajo që kërkojmë ne është... Dhe me që Mirela tha që ne kemi jetuar në Shën Sofia de Piro, duhet si ndërmend që arvanitasit patën një dritësim gjatë luftës Kosovës. Ishte Arsid Kolla që e ngriti shumë në mediat dhe shtypin grek. Por çfarë ndodhi Arsid Kollës? Ne dëshirojmë, ju e thatë mirë, dëshirojmë që të kemi marrëdhënie të shkëlqyera në kuadër të kësaj Europe që po shkon drejt bashkimit të plot. Por fat keq, nuk mund të harrohet kurrësi genocidi që ndodh në jo thjesht në Çamri, por edhe në Kosovë. Pra, ndërkohë që ne afrojmë dorën e miqësisë të mirëkuptimit ndërkufitar, shohim që fqinjet tanë qoftë në jug, qoftë dhe në veri të shqiptarisë vazhdojmë prapa të mentalitet të vjetër, ndërkohë që ne nuk kemi kryer asnjë, jemi shumë miqësor, jemi shumë europian, jemi shumë pro-perëndimor. Ju niseni, keni një përvetor, doni të konsumoni një, si thuaç, drek me atë detin e bukur të Çamërisë, të atyre trojeve që ju kanë rrëfyer prindrit, që ju ja rrëfeni fëmijëve dhe nipërve, doni aty të ndjeni erën e detit edhe të festoni së bashku një përvjetor. Niseni, siç nisen ndoshta të gjithë shqiptarët me agjenci, me shqiptar të tjerë të cilët duan të kalojnë një fundjavë të bukur në Greqi. Çfarë ndodh në kufi? Ne nisëm me një mikrobus, ishim 12 veta, ishim shumë të lumtur. Gjatë rrugës ku afruam pranë Sarandës, Arbeni filloi dhe që t'i tregonte njerëzve që kjo është pak po e afrojmë Çamrisë, ku arritëm te lumi i Shalës. Atje edhe kur vajtëm në kufi, pasi kaluar një herë të gjitha pasaportat, i thanë, jo, Arben Kondi do vi kteja. Unë në atë kohë u afrova, fillova të flisja anglisht që kush është arsyeja e ndalimit, ata prit tha, morën pasaportën, u futën, jo në atë dhomën që dorëzon pasaportën që është atë sportelet, u futën të dhoma brenda, hapën disa kompjuter, se i shikonim në një kënd, dhe dolën, burën një vull, na dhanë dhe një letër, dhe aty... Në atë kryqin në pasaport, dhanë dhe atë dokumentin ku shkruanin që nuk janë të rregullta dokumentat. Por harruan, kjo ishte një gënjeshtër e rëndomt, sepse ata na vënë vullën. Sepse ju kishit të njëjta dokumenta me personat që kaluan. Morën vullën për të kaluar dhe kaluam. Mbasi u morën edhe një 2-3 të tjerë vullën, dhe mbasi ne, unë edhe i me shoqe prisnim pranë mikrobusit për të nisur drejt parkit. Kishin 40 vetorë në njohës, doni të hanim një drejt në park. Dhe atëherë çfarë ndodhi? Na kërkojnë ata 2 policë, 2 oficerë dhe na mbajtën atje një orë ca, pezulluan edhe lëvizjen e furgonit, e mikrobusit drejt
deri parë se atje e kishim atë synim. Kupton si përfundim nuk usollën edhe ashpërsisht. Ne i folëm edhe nuk pranuan të flisin në gjuhë tjetër, vetë se greqisht. Shqipe, jo, që s'pranonin, se ne shqiponin, dëshironin ne të flisin, nuk pranuan. Një shqiptare atje që njite edhe greqishte, jo, na i nxinat pasaport, me ca pika zeza dhe me një kryq, dhe pasaj na dhanë të letërën që thoni nuk i ka dokumentat të rregullta, po, që dokumentat ta na vunë vullën ne jemi me vullë për të kaluar kufirin. Kështu që është ajo që biseduam dhe pak më parë me ju, që me rastin e 8 dhjetorit të genocidit, kur ju ishit në 27 qershor në Qafbot, në Klogjer, fare kollaj hynin gazetarët grek, gazetarë të Paramithis, apo qoftë dhe të Janinës, qoftë dhe të Athinës, hynin pa problem, pa u penguar nga dogana shqiptare. Dhe për fat keq, nga dogana greke, kur hyn gazetar, kur hyn kryues, ose edhe çam të thjesht, pleq të thjesht. Edhe shqiptar të thjesht, prishën kompjuterat, pa pritur edhe krijohet radhë. Kështu që kjo është ajo që prekëm pak më lart bashkë, ai inferioriteti, e thot shumë mirë më sot. Inferioriteti i shtetit grek ndaj nuk reagoi fare, ne protestuam tek dogana shqiptare, more kështu na ndodhi. Ata si të trembur, pa iniciativë për të përplasur, për të qenë të barabartë me fqinjet poshtë. Ja, kjo ndodhi që mos të... Pra, siç thatë ju pak më parë, që gazetarët krijuesit grek lejohen këtu pas një pengesë, kurse ne dhe njerëz thjesht, një çantë 90-85 vjeçar që do të shkojë të shoh vatra, të shoh shtëpinë, rënoj, ai do të pengohet, do të kthehet mbrapsht në mënyrën më brutale, më arrogante. Kështu që po, edhe të gjithë gjyshrit tanë që kanë shëtitur botën sot, për te oqeanit jetojnë disa nëna gjyshe çame, kanë mundur dhe janë të mirëpritura kudo në botë, vetëm në shtëpinë e tyre nuk shkojnë dot. Edhe është shumë e dimshme kjo. Ashtu sikurse edhe unë dua ta tregoj këtë publikisht, se nuk e kam treguar ndonjëherë këtë historinë e situash ngjarjes në Qafbot më 27 qershor, disa të rinj, dhe unë kam qenë aty, pra mund ta them këtë në vetë të parë, disa prej cilëve ishin 15 apo 16 vjeçar, nuk kanë vrarë askënd, nuk urrejnë askënd, arritën të vinin vetëm një banderolë aty pranë kufirit edhe të ndiznin ca qëri, në një paqe të plot, në përkujtes të atyre që kishin rënë dhe që kishin ardhur më 27 qershor në Qafbot, ashtu të lemerisur, këta të rinj ngrinin një banderolë dhe ndiznin disa tullumbac në shenjë përkujtimi, për t'i thuar si thua një mesazh shpirtrave të tyre aty. Në atë ditë të si thua të nxehtë vere, ashtu sikurse blem ujë për të gjithë ata të rinj që ishin aty, kemi bler ujë edhe për atë gazetare. Dhe mu duk shumë e trisht që të lexoja 2 ditë më pas që po ai gazetar që kishte ngrënë dhe kishte pirë me ne, kishte shkruar në një portal grek që këta të rinj që i dhanë bukë dhe ujë në atë vap, ishin ekstremistët. Shumë do me thënë se, Loela, se ky është mentaliteti i sotëm i mediave i shtypit grek. Dgjoj, nuk i di, ndoshta po zgjatem, nuk i di, por ka një qëndrim shumë të egër mediat greke. Ndaj krijuesve shqiptar. Unë e kam provuar në Kurisk. Po, dhe dua të ma tregosh. Po, dua ta tregoj. Domethënë këtu është fjala për librin tim Djajin Veladon. Libri Djajin Veladon. Figura e Janullatës. Po, që është shitur, është tërhequr me mira, është ripëtuar disa herë me mira kopja, kudo në mbar hapësinë etnike shqiptare. Në që ka figurën lartëson, figurën madhështore dhe Fanolit. Pra, bën një paralelizim, ç'ishte Fanstila-Noli dhe ç'bëri Anastasia Nolatosin në Shqipëri. Dhe harrojnë që janë pikërisht korifejt ortodoks të rilindjes shqiptare që kontribuan aq shumë në pavarësinë tonë. Harrohet Fanoli,
Harrohet Themosifili Gërmeni, harrohet Papa Kriston e Gavani që u vëra, që u prej koka nga ndartët grek. Megjithatë ne shqiptarët prap jemi paqësor, prap duam miqësi. E shoh zgjidhjen pa diskutim të lidhur në mënyrë të pashmangshme me politikën, me institucionet, me shtetin, me gjithçka, po sa mund të ndikojmë ne, unë me një podcast, ju me librat tuaj, sa mund të ndikojmë ne dhe çfarë mund të bëjmë tjetër? Ju më dat një ide shumë të bukur, edhe unë po e them këtu që të mos ta harroj, ndoshta më ndihmon podcasti që të krijoj lidhje me familjarët e Fatos Mero Arapaj, sepse ka një pasuri të jashtëzakonshme të asaj çka ka mbledhur, dhe unë dua ta them këtu që nëse dikush na ndihmon si thua të vihemi në kontakt edhe të zbulojmë diçka, le të jetë ky podcast një mënyrë për të shkuar drejt një rrugë tjetër. Patjetër, duhet. A janë këto forma efektive për ta mbajtur gjallë çamërinë, a të duket ndonjëherë sikur po lodhemi kot? Jo, absolutisht mos e keni mendje këtë. Dëgjoj, kupton, në mënyrë absolute. Dhe ta dini që asgjë çka ju bëni nuk mbetet pa ndikuar edhe në shtetin fqinj. E rëndësishme është mos e heshtem ashtu. Patjetër nuk duhet të heshtem, nuk mund të heshtim, nëse hesh shteti, nëse hesh politika, ne nuk mund të mbyllim gojën, se na dhëm, se jemi të përgjakur. Çamiko dëgjoj deri në Putujev. Unë e ndjek Çamikon, erdhi tek stenda e Çamërisë. Vërtet. Putujev. Sa më gëzon kjo. Dhe na tha unë e ndjek Çamikon, kam ndjek kur ishte, më duket se nuk e mbaj më mos gaboj. Dhe tha unë e ndjek Çamikon, tha, dhe më pëlqen shumë sepse më sjell ato emocionet e Çamërisë në Putujev. Përse vinë këta gazetarët që ti the në rastin e 27 qershorit, dhe përse reagojnë kështu ashpër, kur ne jemi shumë misor, kur ju të rit jeni shumë misor? Sepse ta kanë shqetësim, kanë frikë, din që kanë kryer në çamëri. Pse të kthejnë një plak 80-90 vjeçar në kufi? Çfarë do të bëj ai në fund? Sepse kanë frikë për sensibilizimin e mëtejshëm të çështjes çame. Kanë frikë nga sensibilizimi ndërkombëtar i kësaj çështje. Në romanin e Zervës, Shqiptarë vrasje, unë kam një detaj atje që është një familje çame, i merret djali 10 vjeçar, 11 vjeçar. Ndoshta më i vogël se nuk e mbaj mend tash se ka mbi 15 vjet. Ja merr një familje greke. Dhe ja vrek, ja djeg në furr. Çfarë ndodh? Reagon familja fisi i të djegurit, i merr fëmin, vrasit, djekësit. Dhe që ndodh? Nëna e djalit, çfarë bën? A e merrni do të më mend, po ta dëgjojnë shqiptarët do të tronditen për këtë. E rrit fëmin, e bën 10 vjeç. Nga qindje bën dash, edhe pastaj ja kthen nënës, ja kthen grekes, e thotë ja, merre djalin, ne semi vrasës. Shkon sa simbolike është kjo. Sa simbolike. Ata i dogjen në furrë fëmin, kurse ajo i arriti edhe ja ktheu, i tha mere, ne nuk jemi si ju kriminal. Kjo është dora, kjo është fisikëria jone shqiptarëve e çamëve, e gjithë shqiptarëve. Kjo është ajo dora që ne afrojmë prapë për mirëkuptim në kuadër të Bashkimit Evropian. Dhe shpresojmë dhe dëshirojmë që edhe Greqia ta hedhë këtë hap. Është vrarë, është prerë, i ka si thua vatët e shkullura dhe veshët e përgjakura që nga ajo kohë, qanë me një gur, dhe nga ana tjetër asnjëherë nuk ka ushqyer urrëtie për atë çka ka ndodhur. Dhe ka thënë gjithmonë, më ka bërë shumë përshtypje, që gjuhën greke mund ta mësosh, letërsinë greke duhet ta lexosh, muzikën greke duhet ta dëgjosh. Patjetër. Grekët e sotëm nuk janë ata që na kanë vrarë neve, dhe pa diskutim ti më sot të jetosh në paqe me veten. Pra, jeni rritur ju me të njëjtën si thua edukat dhe dashuri për botën, pra gjyshja ime kishte një dhimbje aq të madhe, është vrarë, është prerë, dhe si ka mundësi që thotë mos u rre? Është shpirti human, pikërisht është shpirti human i shqiptarëve. Është ajo që tham pak më parë ne këtu, që ne s'kemi kryer asnjë krim, asnjë genocid në fqinjve tanë. Ne dim të falë.
Kështu që të tillë jemi ne, që kjo plaga nuk po na mbyllet. Një nga pyetjet që mua më ka tronditur më shumë gjatë rrugtimit të Çamekos ka qenë cila është dhimbja më e madhe që keni ndjerë kur keni qenë në Çamëri? Mua Koska. Koska më ka lënë shumë emocion ato xhamit ashtu të mbetura. Ajo ka qenë emocion për mua Koska. Koska është 500 metra poshtë, është në kufi, 500 metra poshtë fshatit Mirelës Vërvës. Vërva është në mal, Koska është 500 metra ose është fshati, Koska është fshati i të madhit Muharrem Rushit. Kupton dhe mbi Koska është Pleshavica e Vasili Qisari Pashtë e Pelenës. Kurse mua më dhëm çdo lëvizje, më dhënte çdo lëvizje në Çamëri. Kudo, në të gjithë Çamërinë, nga Filati deri në Prevesjon e kemi. Dhe më dhënte për paramithin që thua. Paramithin, unë dhe diçka tjetër, thonte, kur kalonim në atë rrugën, kam parasysh tani ishte një supermarket, edhe aty ishte kulla e bollatëve. Afër shkollës në anën tjetër, po. Edhe tha, bene, shikon këto kaldrëme, po, thashun, këtu është bërë gjaku. Atje ndjeva sikur më rënqes trupi. Unë kam një poezi për paramithin. Me pak fjalë është kjo që thoti me shoqi që eca u ktheva. Nuk arrita të zbresh se kisha frikë se po të zbrisja nga makina, po të ecë në për rrugët e paramithis, do shkelja në gjak. Kjo është dhimbje. Unë dhimbje më të madhe në Paramthi e kam pasur tek shkolla, kur e shija që dilnin fëmijë, po e dija që aty janë varur në çengela burra të tërë, të cilët u morën nga shtëpia në mbrëmje, në mënyrë të pabesë, i thanë që do të bëjmë një mbledhje dhe të nesërmen gratë e tyre teksa çonin ushqimin kanë parë që ishin të varur në çengela. Fakti që atë ditë shija fëmijë që shkonin në shkollë apo që dilnin aty, për mua ka qenë një dhimbje e madhe, po si këto dhimbje ka plot Çamëria, Paramthia më shumë. Me këto dhimbje e di që do duhet ta mbyll bukur edhe këtë Çameko, por dua ta mbyll kështu për të kuptuar që neve na dëm vërtet edhe prandaj e bëjmë këtë gjë që bëjmë. Faleminderit shumë. Asgjë, faleminderit ju dhe suksese. Bëni një punë fisnike. Tok me Alketin. Jam plot kënaqësi ta them këtë. Bashkë me një ekip tjetër që është pas meje Sildi, po pa diskutim unë se bëj vetëm. Faleminderit shumë të gjithëve që na ndoqët edhe këtë të premte. Shihemi në orën 20:00 të bëjmë.